Luana Vjollca i mori në momentin e fundit vendin e punës, Fioralba Ponari reagon kështu ndaj saj. Luana Vjollca së fundmi nisi moderimin e Ferma VIP. Ky vendim i saj duket se çuditi jo pak në showbizin shqiptar, teksa vetëm 2 javë përpara fillimit të edicionit të dytë të Ferma VIP, ishte Fioralba Ponari që ishte shfaqur në studiet e produksionit për të rishkruar kontratën. Duket se vendimi për të marrë Luana Vjollcën ka qenë një vendim në minutën e fundit. Kjo pasi Luana u prish fillimisht me televizionin Top Channel, pasi ata nuk i dhanë një kontratë motrës së saj Marina Vjollca, e teksa Luana po përgatitej të rikthehej në televizionin Klan për emisionin e saj Zemër Luana, edhe aty nuk pati dakordsinë me stafin, teksa këtë situatë ka shfrytzuar më së miri në regjisorët e Vision Plusit. Luana Vjollca, e cila edhe në fillimin e moderimit të natës së parë tha me ironi për televizionet ku ishte se e kanë tradhuar dhe ajo do të gjejë rrugën e saj për të ringritur, duket se nga ana tjetër ndryshe mendon Fioralba Ponari. Raporti midis dy moderatorëve nuk është pas pak i mirë, pasi Fioralba, e cila deri një javë më parë ndiqte Luanën në Instagramin e saj, duket se tashmë ajo i ka hequr followin dhe nuk e ndjek më në Instagram. Ky shkëmbim pozitash nuk kaloi pa hatërmbetje, teksa dhe Luana duket se ka hequr nga follow Fioralbën. Dyshe duken me hatërmbetje ndaj njëra tjetrës, teksa kujtojmë se kanë punuar edhe në korridoret e Top Channelit me njëra tjetrën.